Prishtinës duke i dëshmu edhe Shkelzen Gashit, po edhe të tjerëve që faktet ekzistojnë, janë të gjitha ato varreza, të gjitha ato memoriale, të gjitha ato përkujtimore të dëshmorëve, martirëve, gjithandej Kosovës, dhe nuk kemi nevojë të referohemi themi librave ose të dhënave të pasakta të cilat qarkullojnë në për rajon botë gjithandej. Prandaj unë jam idhtar dhe jam themi pro ekspozeve, por vetëm që të jenë realisht ato të cilat patjetër e paraqesin atë se çfarë ka ndodhur në të vërtetë në Republikën e Kosovës para luftës, gjatë luftës dhe themi vitet e para të pas luftës. Pse e them këtë, sepse mos harrojmë që vitet e para të pas luftës, pas çlirimit, ne kishim mira familje shqiptare të cilat u debuan nga Mitrovica e Veriut dhe askush nuk flet për to. Por këto janë pastaj temat e tjera të cilat dëshirojnë kohën e vet dhe patjetër që ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm në raport me këtë pjesë. Çka është tjetër më rëndësishme është që në Kosovë unë jam tashmë një kritik shumë i madh dhe të edin aty ku duhet kritika unë e jap dhe aty ku duhet lavdata unë e jap. Unë e mbaj mend prej kohës më herët kur një ish komandant i ushtrisë çlirimtare të Kosovës më ka thënë që politikës së vjetër ose partive të vjetra politike kemi mja po sherrin tek pas 20-25 viteve. Edhe ajo pjesë është duke ardhur, sepse ne jemi duke pa që familje të cilat kanë qenë pjesë e udhbes, fëmijë, nipa, mesat e tyne janë të rahatuar në për institucionet e Kosovës dhe kjo pastaj po përbën një situatë shumë të madhe. Tu ta ngri një paralelizëm shumë të thjeshtë, pastaj mund t'japësh fjalën Frashërit që mos të tingëllon si monolog. Ne kemi Esad Shalën, një djalë i cili ka qindra mia orë video ingjizime të masakrave dhe krimeve të luftës në Kosovë. Asnjëherë nga asnjë qeveri, qoftë ato të kaluarat apo të sotmet, nuk ka marrë mbështetje financiare për publikimin e atyre videove ose themi edhe ndonjë ekspozeje apo ekspozite mbi ato publikime. Del lloji i Shkelzen Gashit e disa të tjerë, të cilët absolut nuk kanë dhënë zero kontribut për Kosovën, qoftë para luftës, gjatë luftës edhe mas luftës, dhe marrin investohet në ekspozitat e tyre, edhe plus që është më e keqja shteti nuk i kontrollon ato, po vetëm i lëshon mjetet për ato, kjo është vetë definitivisht për të keq. Unë nuk du të kaloj në aspekt politik, sepse kjo nuk du të kaloj në aspekt politik, as pak dhe jam shumë kundër dhe ju bëj thirrje të gjithë aty në akterëve politik, të cilët kanë tentu të mbeshin ngjyra partijake kësaj situate, duhet të distancohen nga ajo, sepse as nuk ka faj lëvizjeve të vendosë këtu, po as nuk kanë faj partitë të tjera politike. Realisht e përmende Visar dhe Esatin e që qëndron, sepse ne kemi zhvilluar dhe intervistat të ndryshme me Esad Shalën dhe ka mira orë, rreth 18.000 orë gjirime të masakrave. Frashër, një mendim prej teje lidhur me ekspozitën që ishte pranë në kryeqytet. Shika, jemi ky popull që mas 20 sa viteve nuk e dim sa veterani kemi, se nuk kemi të shkrume. Nuk i mojmë na vetë këto. Jemi ky popull që nuk e dim sa ka vrap. Jemi ky popull që e dim kemi 20.000 gradë dënuara, vetëm 12.000 janë të mshefra me pseudonime shkruane, që vetëm 2 kanë pas shumë, për që unë i që heroina që kanë pas putim me dalë me emër. Sepse mi popull që linqojmë, ofendojmë, vetë nuk shkruajmë, vetë nuk majmë, edhe në tërkombëtarisht, në botë, që se ushme prezentu diçka, dushme pas dokumente. Nuk kemi
nuk dojmë